الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit gjithësisë. Paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë ata deri në fundin e kësaj bote. Dëshmojmë se askush dhe asgjë nuk meriton të adhurohet me drejt përveç Allahut Azza wa Jall, një I vetëm I pashoq. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I zgjedhur I Tij për mbar njerëzimin. Allahu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, o ju që besuat, friksoheni Zotit sinqerisht dhe mos dhisni ndryshe vetëm se duke qenë pra besimtar, dhe fjala më e mirë është fjala e Zotit Kur'ani Kerim dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të shëmtuara në fenë e Zotit janë shpikjet që në humbje dhe humbjet që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, si çdo popull dhe shoqëri që ka halle dhe problemet e veta, dhe kombi ynë dhe populli ynë dhe toka jon ka halle dhe problemet e veta. Kur njerëzit flasin për antivlerat, na takon neve të flasim për vlerat. E kur njerëzit flasin për mosbesimin, na takon neve të flasim për besimin. Dhe kur njerëzit flasin për degradimin dhe degenerimin, na takon neve të flasim për moralin. Dhe kur njerëzit flasin për korrupsionin, neve duhet të flasim me gjërat që e hedhin poshtë korrupsionin. Kur njerëzit flasin për padrejtësinë, neve duhet të kujtojmë atyre ajetet dhe hadithet që tregojnë për drejtësi. Dhe kur njerëzit flasin për gjërat pa vlerat, pa baza, për gjëra që nuk kanë as dobi për vendin dhe shoqërinë, neve duhet të flasim me ato gjëra që kanë vlera për shoqërinë dhe gjithë njerëzit në tërësi. Dhe nëse neve si besimtarë nuk ju flasim veteve tonave, familjarëve tanë, farefisit tonë, shoqërisë për vlerat, kush do t'ju flasë atyre? A keni parë me çfarë mbushin mediat me gjërat më antifetare, mbushin mediat vetëm me korrupsion, me vrasje, me padrejtësira, me degradime, me degenerime, neve dhe kështu fillon shoqëria e humb shpresën ke çdo gjë. Dhe mendon se edhe ato pak njerëz të mirë që I ka shoqëria, atje domethënë nuk ekziston asnjë mirë fare. Vërtet ka korrupsion, vërtet ka krim, vërtet ka probleme dhe zullume, por ka dhe gjëra të tjera në këtë vend që janë mirë. Ideja është vëllezër dhe motra që sa herë hapni ato dyert e dritarëve dhe sa të vinë drita. Ideja është vëllezër dhe motra që sa herë që njerëzit flasin vetëm për të keqen, kjo ndikon në humbjen e shpresës për jetën, për vazhdimsinë e jetës, për drejtësinë, për moralin, dhe unë ju kam thënë shpesh herë në hutbën ligjërata që o ju besimtar, gjërat nuk do jenë kështu gjithmonë. Pra çdo shoqëri ka ciklet e veta të pjekurisë. Do të ndryshojnë gjendjet, do të ketë dhe ky vend një ditë dritë, do të ketë dhe ky vend një ditë drejtësi, do të ketë dhe ky vend një mirësi. Pra nuk do të ketë padrejtësi të përhershme, mos e harroni këtë. Sepse kështu e ka krijuar Allahu ligjin e natyrës njerëzore, ngrihet e keqja, ngrihet dhe bie. Dhe e mira nëse nuk ruhet, ngrihet dhe bie. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse kujtohet hadithet që ju përmenda herën e kaluar, çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Min kalamin nubuwatil ula, mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, nga gjërat që kanë arritur njerëzit nga fjalët e pejgamberëve të mëhershëm, kur nuk ka turp bëj gjitha.
Prandaj ky turp, kjo cilësi kaq e bukur, e cila e ndihmon njeriu të ruhet nga veset e shëmtuara, nga sjelljet e shëmtuara, nga veprat e shëmtuara, e ndihmon njeriu po ashtu që të ketë turp ndaj Zotit radh par pasaj ndaj njerëzve. Kush ka turp ndaj Zotit, ka dhe turp ndaj njerëzve. Dhe kush kur na ka turp Zotin e vet, nuk ka turp për njerëzve. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të gjitha këto vëllezër sjellje dhe vetë përmbajtje që tregoni juve çdo ditë, çdo moment në jetën tuaj, për mos qenë si pjesa tjetër e shoqërisë, por mos të qenë si pjesa e haramit që i themi neve, çfarë ju mban juve? Frika dhe respekti dhe dashuria ndaj Allahut azza wa jall, mbi të gjitha morali i mirë që kanë besimtarët. Dhe fjala morali i mirë nuk pretendojmë se jemi të pagabueshëm apo nuk bëjmë gabime, por nuk bëjmë gabime në vazhdimsi dhe nuk bëjmë gabime me dashje. Pra ruhemi, përpiqemi të punojmë me djerës, përpiqemi të jemi njerëz moralshëm, të sjellshëm, jo pse kështu duan njerëzit, por pse kështu do Zoti i gjithësisë dhe gjithë kjo mirësi na kthehet neve. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmeton Imam Buhari dhe Muslimi, në hadithin e famshëm thot: "Inna min ahabbikum ilayya", nga njerëzit më të dashur për ju tek unë janë ata, thot, ahsanuhum akhlaqa, njerëzit që kanë morali më të mirë. Pra morali është ai që është themeli i shoqërisë, mos harroni kurrë. Morali e bën ty që ti jesh besimtar ndaj Zotit. Morali i mirë të bën ty që mos ja shtrish dorën njerëzve. Morali i mirë bën ty që mos jesh njeri i degraduar. Morali bën ty që mos jesh njeri i korruptuar. Morali të bën ty që ti jesh njeri i drejtë. Morali i mirë bën ty që të sillesh mirë me familjen dhe prindrit e tu. Morali i mirë të bën mirë ty që ti jesh i dashamirës me njerëzit, të ndihmosh njerëzit. Frikë, respekti, dashuria ndaj Zotit subhanahu wa taala. Këto na shtyjnë neve të jemi këta që jemi sot. Edhe pse ne nuk pretendojmë që t'jemi të pagabueshëm, por refuzojmë në mënyrë kategorike që t'jemi si një pjesë tjetër e shoqërisë që nuk kanë më turp, nuk kanë më moral, nuk pyesin me, ju kam thënë, se si ushqejnë familjen e tyre, se si sillen kundrejt Zotit gjithësisë dhe njerëzve. Prandaj kush e konsideron veten si i paprekshëm nga ligjet apo nga gjykatat, mos e harroni, mos e konsideroni veten tuaj si të paprekshëm ndaj ligjit të Zotit subhanahu wa taala dhe nga peshorja e drejtësisë Allahut subhanahu wa taala që na sfidon neve me një gjë të vogël në Kur'anin Kerim: "Wal asri innal insana lafi khusr." Pasha kohën thot Allahu azza wa jall, njeriu është në humbje. Pse është në humbje? Dita që ishte dje, vëllezër, iku një kohë e pjesë e jetës tonë. Dhe sa ditë ka ikur që kemi arritur në këtë moshë ku jemi sot? Sa ditë ka ikur? 20, 30, 40, 50 vjet. Dhe sa do jetojmë neve? Edhe 20 vjeç, 70 vjeç, mesatarja i umetit tim, thot pejgamberi, mes 60 dhe 70. Pra, ajo që do të na ngeli neve është vepra e mirë, është morali i mirë, është puna e mirë. Kjo do të peshojë tek peshorja e Zotit ditën e gjykimit. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min shay'in athqala fi mizanil mu'min." Nuk ka diçka më të rëndë në peshorën e besimtarit sesa husnu khuluqi, sesa morali i tij i mirë. Dhe nuk ka gjë më të keqe, thot pejgamberi në ditën e Kiametit, në peshorën e besimtarit sesa morali i keq. Prandaj bëjni këtë krahasim që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me realitetin ku jetojmë sot neve. Thash, ne nuk jemi të pagabueshëm, por nuk jemi dhe refuzojmë të jemi njerëz të degeneruar, të degraduar, pa besim, pa moral, pa familje, pa farefis, pa fëmijë, pa drejtësi, pa ndershmëri, sepse ne e dimë që çdo gjë ka kufirin e saj. Prandaj askush mos ta konsideroj vetën si të pazëvendësueshëm në këtë botë. Ndoshta ti je babai që udhëheq familjen, edhe ti je i zëvendësueshëm. Ndoshta ti je gjyshi që udhëheq familjen, edhe ti je i zëvendësueshëm. Ndoshta ti je nana, gjyshja që udhëheq familjen, edhe ju gra jeni të zëvendësueshme. Do të na harrojnë njerëzit, pashallah, do të na harrojnë njerëzit. Do të na hedhin 2 grushta dhe do na mbulojnë, thot Zoti e fal, Zoti e mëshiroft, kaq ishte, kështu kishte kjo dynja. Dhe do të ngelesh vetëm ti me Allahun, me llogarinë e Zotit, me detaje, ku në peshorën e Zotit subhanahu wa taala nuk humbën asgjë. E kështu do të kujtosh se të gjithë miqt, të dashurit që kishe rreth teje, të afërmit, të pasur dhe të varfër, me pozitë dhe pa pozitë, tashmë të kanë braktisur, të kanë harruar, ndoshta që 6 mujorin e parë të jetës tënde. Prandaj duhet i vëni gishtin kokës, dhe t'i vëm gishtin kokës, sepse nuk është diçka
që peshon më shumë në ditën e gjykimit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në peshorën e besimtarit se sa morali i mirë. Pra le të hyjmë te kategoria e parë e këtyre njerëzve, që mos jemi si ata të cilët i përmend Allahu në Kur'anin Kerim, do të jenë në fundin e zjarrit të xhenemit, pikërisht pra për shkak të shpirtit keq, moralit keq dhe veprës të keqe dhe shokdhënies që i bëjnë Zotit subhanahu wa taala. Madje mos u habisni nga shumë njerëz sot që sillen arrogant me popullin shqiptar dhe me hall dhe problemet e tyre, që dredhin zinxhiri me miliardat e tyre. Wallahi, nuk do t'i shpëtojnë ata miliardat e tyre, as fama e tyre, as pushteti i tyre. Inna kulle shay'in khalaqnahu ila ajalin musamma, sepse neve, thot Allahu, çdo gjë e kemi krijuar dhe një afat saktuar. Kështu që mos u mërzisni, mos u shqetësoni, sepse ka një diçka të bukur te ne besimtarët që se ka as një popull tjetër në botë. Silahul mu'mini, shigjeta dhe arma e më e fortë e besimtarit, siç ka ardhur pejgamberi sa dawatul madhlum, duaja ti personi që është bërë padrejtësi. Dhe kur i ngret durt ai, Allahu azza wa jall nuk ja kthen duan mbrapa. Pra, herët avon kjo dua të kap, se kur nuk e di, me di vetëm Zoti, po të kap. Prandaj vëllezër dhe motra, ju kam thënë dhe do t'ju përsëris 100 herë, mos e shisni fen tuaj, mos e shisni moralin tuaj, mos e shisni diesën e baballarëve dhe nanave tuaja. Mos e shisni integritetin tuaj, mos e shisni veten dhe karakterin tuaj për pak gjëra kalimtare, por jeni njerëz fisnik që keni mundësi përballoni sfidat e jetës, që dilni nga çdo lloj situate. Nuk jemi ne ndryshe nga popujt e tjerë që kanë dalë nga kriza morale, nga kriza degraduara dhe kanë arritur aty ku janë sot. Pra, duke qenë njerëz fisnik dhe besimtar, duke mos e shitur fenë e tyre, moralin e tyre, vendin e tyre, besimin e tyre, familjen e tyre. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin tjetër ka thënë: "E inna khiyarakum", njerëzit më të përzgjedhur ndërmjet jush o besimtar, ahsanuhum akhlaqan, ata që kanë morali më të mirë. Pra, ahsanuhum akhlaqan, ata që kanë, pse ka thënë pejgamberi njerëzit më të zgjedhur? Domethënë që ka shumë njerëz, por më të zgjedhurit të zgjedhurve janë ata të cilët i përmbajnë moralit lartë dhe besimit. Jo vëllezëre, ta mbajnë besimin si relike, ta mbajnë Kur'anin në shtëpi si libër që i heq mësyshin, dhe i shëron nga mësyshi. Ta mbajnë Kur'anin te makina si hudhër, si patkua kali. Jo, ta mbajnë Kur'anin në shtëpi për ta lexuar, për të përfituar, për të ndryshuar, për të ecur përpara, për ta praktikuar. Pra të na bëjmë dallimin midis njerëzve që e kanë fjalën e Zotit me çfarë të keq gjua, dhe njerëzve që e kanë fjalën e Zotit tek gjymtyrët, pra e praktikojnë fen Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall na ruaj nga gjunat dhe gabimet. Elusim Allahun azza wa jall na ruaj nga degradimi dhe degenerimi. Elusim Allahun na ruaj nga padrejtësia. Elusim Allahun azza wa jall na ruaj nga idhujtaria e dukshme pa dukshme. Elusim Allahun na ruaj nga çdo e keqe që duket dhe nuk duket, dhe t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi të konë Allahut azza wa jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në fundin e kësaj bote. Vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, e kemi thënë më herët që është shumë e thjeshtë ti si pjesa tjetër e shoqërisë në gaflet, në fjetje, në gjumë, në hutim, duke menduar se do shpëtojnë duke ndetur kafeneve ora minut, duke ndetur rrugëve, apo duke menduar që duke shtyr kohën do t'ja hedhin. Jo valla, nuk e hedh një në këtë dynja, si ja kanë hedh as ata që e kanë pas në Terezi dhe as ata që nuk e kanë në Terezi, sepse Allahu xhelle xhelalu ka disa ligje të pandryshueshme deri në ditën e Kiametit. Tham pasha kohën, thot Zoti, njeriu është në humbje. I sfidoj ata me kohën, sepse është e vetmja gjë që na mashtron dy gjëra, thot pejgamberi, ni'matanin maghbunun fihima kathirun minan nas. Dy mirësi, dy nimete janë mashtruar me të, thot shumica e njerëzve apo shumë prej njerëzve. As-sihhatu wal farag, shëndeti dhe koha e lirë. Pra mendon se do jetë gjithmonë i ri, i fuqishëm. Mendon se nuk e kapin sëmundjet, nuk e kapin xheli, nuk e kap vdekja, nuk e kapin befasitë e jetës. Mendon se do të jetë gjithmonë i ri dhe i fuqishëm. Ja që e xheli dhe vdekja kur vjen nuk ka kohë,
nuk ka moment, nuk të pyet, nuk shikon se sa i ri je, sa pushtet ke, sa fuqi ke, sa trim je, ajo vjen dhe kaq. Ajo vjen dhe kaq, vëllezër e motra. Nuk na merr leje neve. Dhe s'do ta marrë leje se si ka marrë leje skujt përveç disa pejgamberëve të Allahut alayhimus salam. Nuk na merr leje neve. Prandaj të vetë mashtrohesh, të vetë kënaqesh, të pretendosh se je mashallah e tjera me radhë, nuk na bëjnë dobi vëllezër e motra. Prandaj duhet se ne, paktën ne si besimtar, ta shtojmë istighfarin, kërkimin e faljes dhe teuben tek Zoti subhanahu wa taala. Shikoni se çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij: "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Njerëzit që e kanë imanin më të plot. Çka tregon që imani që ka me grad? Shme gratë, njerëzit që i kanë imanin më të plot janë ata që kanë moralin më të mirë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu tregoi shkallën e imanit dhe besimit. Shkallën e imanit dhe besimit. O ju djema, ti je hajdut në shkollaj fare. Ti je maskara shkollaj fare. Ti je i korruptuar shkollaj fare. Ti je hajdut mashtrues, ti je kriminal shkollaj fare. Mirë po, Allahu na sfidon me kohën, wal asri innal insana lafi khusr, pasha kohën njeriu është në humbje. Po kush janë ata që bëjnë përjashtim o Allah? Illa alladhina amanu, përveç atyre që besuan. Wa amilu salihati, dhe bën vepra të mira. Wa tawasau bil haqqi, këshillojnë një tjetrin për të vërtetën. Wa tawasau bis sabr, dhe këshillojnë një tjetrin për durim. Pse për të vërtetën? Sepse ahireti është e vërteta, dynja është rrem. Gjyshit tonë thoshin kjo dynja e rremës, ka marrë njëri prej saj gjë, dhe nuk do të marrësh, sa të futesh gishtin në ujë dhe nxjerr prap, ai do të marrësh këtë dynjaja. Dhe pastaj thotë këshillojnë njëri tjetrin për durim, sepse do të përballeni me sfida, me sprova, me probleme, me halle, që lumë si ata që durojnë. Prandaj thotë Allahu abeshiris sabirin, dhe përgëzoi durimtarët, sepse thot Zoti në ajetin tjetër, inna Allahu yuhibbu sabirin, Allahu i do besimtarët. Prandaj lutim Allahun azza wa jalla na bëj për njerëzve të durueshëm, që durojnë, që e kanë zemrën plot me iman, që nuk e shesin fenë e tyre, nuk e shesin moralin e tyre, nuk e shesin besimin e tyre, nuk e shesin familjen e tyre. Prandaj o vëllezër, përtej sprovave dhe sfidave që ka shoqëria, ka kjo dynja dhe për çat flasësh. Ata flasin për antivlerat, për mosbesimin, flituni njerëzve për besimin. Ata flasin për korrupsion dhe miliardat, flituni njerëzit për hallalin dhe djersën e ballit. Ata flasin për degradimin dhe degenerimin, flituni njerëzve për moralin. Ata flasin për pashpresë, se këtu nuk bëhet me lejen e Zotit subhanahu wa taala. Ata duan na prezën në vendi ynë, duke na thënë që ikni se këtu nuk jetohet. Do vdisni për bukë, i friksojnë njerëzit me çfarë? Ushtria e shejtanit. Që s'bëhet, do ngordhni për bukë, s'keni të ardhme. Pashallah, nuk ka vend pa të ardhme nëse ata njerëz e kuptojnë se ku jetojnë dhe çfarë duhet bëjnë. E kuptojnë se ku jetojnë dhe çfarë duhet bëjnë. Prandaj neve nuk do t'ja lejojmë askujt me lejen e Allahut azza wa jall që të na përzejnë neve nga toka jon, nga vendi jon, nga toka e gjyshërve, stërgjyshërve, katra gjyshërve, deri ke pellazgët, si thon ata. Nuk na përzë dot njëri nga vendi jon. Prandaj e varini vath në vesh këtë gjë, ky vend është vendi i atij populli i cili deshi Allahut jenë. Mos harroni, ky popull që në lashtësi ka pas shumë halle, gjithmonë ka jetuar maleve dhe vendeve për të mbijetuar, dhe sot ku ne pretendojmë se jemi në kohën e zhvillimit, përpiqet populli i shkret mbijetoj për bukën e gojës, ruan vendin e punës, shet nderin moralin e tij për bukën e gojës. Prandaj mos jemi neve si pjesë e shoqërisë, madje duhet t'japim shpresë njerëzve që ta shohin pak jetën ndryshe vëllezër, qeverit ikin, politikanët ikin, mbretërit ikin, perandorët ikin, diktaturat ikin, popujt kanë ngelur dhe do të ngelin, sepse ky është ligji i Allahut në tokë deri në ditën e Kiametit, dhe askush nuk ndryshon dot ligjin e Zotit subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jalla na i falë gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahun na i falë gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahun na i falë gjunahet dhe gabimet. Elusim Allahun na ruaj nga çdo gjë e keqe që duket dhe nuk duket. Elusim Allahun ta ruaj vendin ton, vëllezërit dhe motrat tona. Elusim Allahun t'i ruaj djem dhe vajzat tona. Elusim Allahun t'ia zbukuroj atyre në zemrat e tyre besimin dhe imanin. Elusim Allahun na i ruaj të rinj dhe trejat tona. Na i falet në mëshiroj gjyshrit dhe gjyshret tona. T'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. Elusim Allahun azza wa jalla na banojë dhe të bashkojnë në xhenetet e larta. Elusim Allahun na bashkojnë në xhenetet e larta. Si na ka bashkuar
shkuar në xhami e tij dhe në tokën e tij, e lutim Allahun azza wa jall që nëse na merr shpirtin, na merr me fjalën la ilaha illallah wa anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dhe thrisni kametin. Allahu ju nderoftë, Allahu ju shpërblet.